Shiroka këtë të shtunë të 14 marsit është kthyer në epicendrin e festimeve të ditës së verës për Shkodrën, në rrezatimin e diellit, ajrin e pastër, fllatin e freskët dhe kaltërsinë e liçenit të Shkodrës në këtë ditë, jo vetëm qytetarë shkodran, por edhe vizitorë nga shumë qytete të tjera të Shqipërisë, kryesisht nga jugu, kishin zgjedhur pikën turistike të Shirokës për të kaluar këtë ditë festive, madje edhe nga Gjirokastra. Vim nga Gjirokastra për ekskursion me shkollën. Shumë bukur është. Dhe liçeni, vendi. Vim nga Gjirokastra dhe erdhëm në Shkodër sepse ishim shumë kurioz të shikonim natyrën, njerëzit, kulturën, edhe besoj se është një eksperiencë e re. Goxha interesante dhe jam shumë e lumtur të vi dhe ta festoj këtu. Hera e parë që vjen në Shkodër? Po, hera e parë. Ne vim nga Gjirokastra, në fakt jemi nisur për Ulqin, për të kaluar fundjavën aty, por nuk mund të kalonim pa parë dhe Shirokën dhe pa shijuar bukuritë e saj. Edhe me që është dhe dita e verës, nxënësit deshën të bënin një shëtitje në liçen me vark. Dhe tani po i presim këtu të shijojnë bukuritë e liçenit. Shumë mirë, zona është e qetë, e bukur, shumë e këndshme. Natyrisht që shkodranët krenohen me Shirokën dhe jo vetëm që nuk çuditen as pak që shumë vizitorë kanë zgjedhur këtë pikë turistike për ditën e verës, por tregohen edhe mjaft mikpritës ndaj tyre. Imagjinoj prej atje deri në jug Shqipërisë pra ka shku nami i Shirokës. Nami i Shirokës, i ajri i Shirokës, i rregullit që ka ba këto dhe çdo gjë perfekt. Dihet se na shkodran vim Shirokë gjithmonë, edhe Shiroka është më e bukur, është më një vend shumë i mirë, shumë i këndshëm mendajnë me shetit, me marr freskën, ajrin e pastër. Shirokës si për ne shkodran ka qenë i vlefshëm tan jetën tonë. Edhe unë kam i këtë nipi tonë, djalin e kam marrë sa të tonë, me dalë me shetit. Pëlqen shumë, kam marrë me gjyshin. Janë të shumë e blia kolore, ama se i përshojnë për shtëpi. Pika turistike e Shirokës në këtë ditë duket se nuk kursen asgjë për vizitorët e shumtë të gjitha moshave, përfshirë edhe lundrimet turistike në liçenin e Shkodrës apo sportet e ndryshme ujore.